Do na ngilësh tu morbir. Ilir. E o bit. Vlla, për zotin e kam... Jo, më dëgjoj mu. Jo. Po se kemi batet. Jo, nuk mundem. Për zotin e kam pa shaka dhe po të them e vërtet. Ti e di që kur të them unë, ajo loja di si që. Që të ndronim një shapë bashk, që ti të mos flisje me ata që si këshin ndruar. Tani, shumica dërmu se ndroj shapën aty. Për zotin unë nuk dua të bësh këtë. Po të them super sinqerisht që kam marrë muhabeti fare. Po, vlla i madh, unë do më theshë madh që i di mbaroj loja i... Sepse loja nuk u bë, vlla, loja u bë lëmsh. Dhe unë as vetë nuk e mora vesh qëllimi Po, akoma s'po marrësh akoma unë asgjë. Po dëgjom mua, o vlla. Dëgjom se po të them sinqerisht, nuk të them, nuk jam tim ke provuar deri në këtë pikë. Po dakor të. Nuk të them të çohesh aty se s'ka lidhje fare me lojën me gjëja. Për zotin, po ta them sinqerisht. Po ta them sinqerisht, po që se të gënjej unë, këtu jemi në lojë prap. Nuk të them unë kot. Edhe njëri tani, në qoftë se loja do marronte, vllai i madh do thoshte, nuk e di atë, po unë po të them për zotin sinqerisht. Po ti se di atë pastaj si do më thosh, por ne nuk po luajmë me njeriu, vlla, unë kam shap akademia siç i pata, ja ku i ke. Nuk ka lidhje fare me unë kur ti mos e bes, unë e di që ti ke drejtën tënde mos sa besosh atë që të them, po për zotin unë po të them tamam, është ka mbaruar loja. Ore, po ka mbaruar loja, duhet të theshte vllai i madh o bir. O Ilir, nuk të vija kurrë unë këtu ty të bëja këtë numër, kurrë. Po të mos kishte mbaruar loja, më mirë do vija do të merja shapkën me zor, do bëja luftë me ty aty se sa të thosha këtë. Po, a më do që ti luante këtu? Iku mbaroja i muhabet. Si mbaroj? Mbaroj, o vlla, ore, unë po them të dalësh nga ty ti je i qetë për veten tënde. Ka mbaruar ajo gjëja, nuk ka njeri më atë fokus fare, ta dish. Po ku është lura tash, si vazhdon? Nuk e të kam haberin fare, po atë fokus se të bëj njëri. Po kush e ke haberin si më thua mua Adil? Mirë, vlla, unë po vi me çështje besimi dhe po them. Po e bëj dakord, po ti thua nuk e di.